Një shtetas Filipinas i cili prej kohësh që ndron në Vlorë duke punuar është sulmuar nga qend endacak të qytetit. Ai ka qenë duke udhëtuar me motomjet kur është sulmuar nga një prej tyre. Ngjarja është regjistruar përgjatë mbrëmjes kur filipinezi kthehej nga puna me motomjet tek kryqëzimi i kishës ortodokse të qytetit të Vlorës. Një prej qend endacak e kafshoi tek pjesët e këmbës. Në video duket edhe momenti kur kafsha endacake kafshon të huajin. Kafshimi i qenit, por edhe shenjat që ka lënë pas duken edhe në një fotografi që Blu Televizion ka siguruar për rastin në fjalë. Shtetasi i huaj që jeton prej kohësh dhe punon në Vlorë është detyruar që për shkak të kafshimit të shkojë menjëherë dhe të marrë ndihmën mjekësore në Spitalin Rajonal të Vlorës. Ai ka marrë mjekimin dhe fatmirësisht pa pasoja më të rënda në shëndet, pasi shpesh në raste të tilla kalojnë edhe infeksione më të mëdha. Ndërkohë në qytetin bregdetar të Vlorës, kafshët endacake, të cilat ende të lira në qytet, janë shtuar ndjeshëm. Për gjatësinë së pranverës numri i tyre shtohet edhe më tepër, si pasojë edhe e periudhës së çiftëzimit. Shpesh shumë persona janë sulmuar prej qenve endacak, duke patur pasoja negative edhe në shëndetin e tyre. Pre sulmeve kanë rënë edhe turistë huaj, të cilët janë përballur me këtë situatë. Problemi i qenve është një problem i mbartur ndër vite, i cili asnjëherë deri më sot nuk ka marrë zgjidhje. Në Vlorë ende nuk ka një strehes të ketë kapacitetin e strehimit, por edhe të trajtimit të qenve endacak, të cilët sa më tepër muajt kalojnë, aq më shumë shtohen në numër.